Është e pamundur mos flasësh për tashmë një njeri të degraduar edhe nga mosha edhe nga natyra e tij njerëzore. I një keqani i cili sigurisht duke i shkuar akoma më tepër mosha bëhet edhe më keqan se çka ka qenë gjatë gjithë kohës tij si politikan, si mjek dikur, në të gjitha rastet ka mbetur keqan. Njeri i cili sigurisht do të grinet, njeri i cili do të nxjerrë veset para çdo lloj virtyti. Dhe tash i bën akoma më keq se sa. E din që sigurisht asnjëherë nuk ka për të zmadhuar, asnjëherë ajo parti që ka bërë personale, ajo parti e kthyer më keq se sa në kohën e Enver Hoxhës, e sidomos në kohën e fundit të tij kur demenca kishte filluar punën. Demenca kishte filluar punën dhe ke Enver Hoxha dhe sigurisht ju i dini, keni parë ato mbledhjet e biros ose ato marrëzit e tij, por thonë që ka qenë akoma më keq kur nuk ishte në kontroll të tyre mbledhjeve dhe ju dilte ushtarëve ju bënte si i çmendur, edhe njëkohësisht në formën edhe në përmbajtjen e tij, sidomos në keqan ka qenë edhe ai sigurisht, sidomos me demencën, me goditjen, kishte kaluar në të gjitha drejtimet në sëmundjen e përbashkët që kanë gjithë diktatorët, marrëzin e tyre, fobitë e tyre, anën më anti-njerëzore që mund të paraqitet edhe më anti-amorale dhe imorale njëkohësisht në të gjitha drejtimet. Kështu është edhe Sali Berisha. Sigurisht, Sali Berisha i mëson edhe berishkët e tij që Molotovët dhe plasët, lëndët plasë nuk i kanë hedhur berishkët, për i ka hedhur policia. I mëson që kanë gjojtur me pluma, me snajpera, i mëson që të gjithë sherrin aty, zjarrin e flakën nuk e ka bërë policia, nuk e kanë bërë berishkët. Tilla marrëzira të cilat sigurisht sot në kohën e mira rrjeteve dekonspirohen edhe kuptohen qartë. Por i nxjerr se i ka mësuar, është një Kuçana, pastaj është një Vatnika, ku diun janë këto, që janë nga gjithë krajina e tij, kryesisht janë me origjinë nga vendi që është edhe Sali Berisha, por sigurisht që ka dhe mbrojtësit e atyre që i ka dhënë pushtetin e deputetit, se më tepër pushtet se sa kaq nuk ka. Erdhi rasti për në kuvend dhe filloi menjëherë edhe fjalët e dyta. Përdorte bythët e Ballukës, Edi Rama, ja ndërpret fjalën, sepse sigurisht është një etike e jashtëzakonshme kjo e Sali Berishës, fillon e fletë edhe fjalë të dyta, plaku i marrë këtë punë bën. Fillojnë e mblidhen para foltores, dele i bidu e përgjigje, e këtot e shikon, po të mbrojnë, janë duke të mbrojtur, si mos të mbrojnë, imagjinote që aty mund të filloj përleshja dhe në njëri dhe mund të bëjnë një gaf, po të mbrojnë, si një adoleshent bilas, adoleshent duke bërë në shumë vetëm fëmijë. Që do të thotë fjala po të mbrojnë, është detyra e gardës që dalin përpara, kur kanë një konfrontim, po të mbrojnë, ose del nga parlamenti e thotë si ikin kokulur. Një njeri i cili sigurisht ka humbur sensin e realitetit, jeton realitetin e tij. Ka humbur sensin e njerëzillekut, ka humbur sensin e qytetarisë, nuk i ka pasur ndonjëherë, po është munduar t'i kontrollojë. Nuk i ka pasur, vazhdimisht ai jeton me ëndrrën e origjinës ku është, e shpellave dhe takimit me ujqve dhe me arit, po jo me njerëzit. Sigurisht ai ka humbur realitetin e ka humbur gjithçka, përfshirë edhe partinë e tij. Tashmë partia e tij nuk ka më demokrat. Ka berishist. Ka berishian dhe berishka të vegjël. Partia e tij është kthyer në një detyrë bolshevike, siç është kthyer edhe me demencën e tij të jashtëzakonshme dhe vetë Sali Berisha. Është një ngaturë për të mëdha. As kërkush nuk po tenton të mbrojë as socialistët as maxhorancën. Ky është një problem i madh etike moral i popullit shqiptar, që akoma beson ëndrrën dhe diktatorë të tillë të tipit Berisha, që te kalojnë për nga krimet në 35 vitet e tyre edhe 40 vitet e Enver Hoxhës, 40 vitet e pushtetit e Enver Hoxhës. 35 vite ka Sali Berisha, 40 vite ka bërë një diktator si Enver Hoxha. Ai zëdoi vrau, ky e ka vënë sherr popullin. Ai e futi në luftë klasave, ky e vazhdoi luftën e klasave duke fut
në mënyrë të papërgjegjshme që në 97-ën, në 98-ën, pastaj me gru shteti në luftë civile. Kanë tentuar të bëjë, sot tenton po të njëjtën punë, të fusin vllazvrasje, të përdorin mënyrat më banale, më agresive, të përdorin mënyrat më të turpshme që janë përdorur ndonjëherë, vetëm që të ketë vdekur që ky pastaj të bëjë ligjin, të futet në tavolinën e bisedimeve, ta konsiderojnë. Problemi pastaj është edhe demenca, i shtohet edhe demenca. Çfarë bën këta? Akuzuan Belind Ballukun, akuzuan Belind Kliçin, akuzuan Belind. Shifti si kalojnë popullur. Kysat. Shifti kysat si kalojnë popullur, të gjithë, shifeni. Shifti si kalojnë popullur. Kysat. Shifti kysat si kalojnë popullur, të gjithë, shifeni. Është mirë në fakt që ju kam shumë afër për t'ju thënë që sa më shumë Po të mbrojnë. s'ka nevojë të më mbrojnë. Po të mbrojnë. Ja, shiko si po të mbrojnë. Shiko si po të mbrojnë. Po të mbrojnë. Po edhe këtu. Mirë, duket se Në të vërtet Edi Rame. Fjalorin, zoti Berisha, do t'ju ndërpritet fjala me një herë. Deputet, ju lutem zini vendet. Ju lutem zini vendet. Nuk mund të lejojmë këtë lloj fjalori në këtë parlament, paktën sa jam unë kryetari i duket se ka kuvendit. I shtohet demenca. I thot një deputeti, po të mbrojnë thot prej gardës. Ajo bën detyrën e vet, i thotë, shiko, po të mbrojnë. Domethënë ti nuk je trim, po të mbrojnë. Unë jam trim. Ky 83 vjeçare që ka panolini të veshura, sepse përndryshe do t'i dilte hapta si ujtë e holl, ky është trimi, ndërsa ai po të mbrojnë, ose shiko si shkojnë kokulur, fillon sa ulet për shkallëve, fillojnë teatrin, dhe ata e pranojnë ata që janë aty. E din gjithë që është i marrë, e din gjithë që ka ikur, s'shmon në veten e normale njerëzore të tij, ka jeton në botën e vet, në planetin e vet, të çmendurisë dhe demencës, po i shkojnë mbrapa. Ajo demencën pastaj edhe shfrytëzon edhe pak, ngatron fjalët, Belinda Ballukun, Belind Balluku me Belind Kliçin i bën lamsh, qesh vetë se e di marrëzinë e tij, idiotizmin. Belind Balluku me Belinda Kliçin i bën lamsh. Herë të tjera nuk mante emrin e një personi tjetër, nuk mante snajper atë sa ishin 2 apo 3, janë marrëzitë e Sali Berishës, cilët tërheqin zvarr partinë e tij. Partinë e Berishkëve, jo Partinë Demokratike. Nuk ka më parti demokratike. Asnjë nga demokratët që njohun prej kohësh nuk është më me Sali Berishën. Minimumi nuk janë me Sali Berishën. Mund ta konsiderojnë veten të afërt me Partinë Demokratike, por nuk janë me Sali Berishën. Ajo parti që ka Sali Berisha sot nuk ka demokrat brenda. Ka Berishka. Dhe ata durojnë një gjysmë të shmendur me demencë të theksuar, njerëzore dhe politike, dhe sigurisht janë aprofitator, janë njerëz të një cinizmi dhe një moraliteti të jashtëzakonshëm politik, që e lejojnë një njeri të tillë në demencë të plot politike, dhe do të shkojë dogu bor akoma më keq, që ti turprojë kështu. Të heqi Partinë Demokratike nga demokratët. E ka ndarë Partinë Demokratike nga demokratët. Një çmendur që quhet Sali Berisha. Tjetra që desha të bisedoj, sot kanë bërë ndalimin e qarkullimit një pres gjashtor para dite në Zdrale. Protestojnë se e kanë zakon për të protestuar, janë mësuar gjithmonë që hidhi investime sa të duash, janë mësuar që të shesin rrugë, të hapin dyqanet, të shti ju vjen keq që kanë ikur qarkullimi i makinave, duhet patjetër të jenë makinat bëhet rrumuj atje, se s'bën. Edhe këte shesin sigur po ju pengohet biznesi tyre, asnjë lloj biznesi nuk, ata mund të furnizohen, njerëzit shkojnë në kamp për të bërë çka kanë për të bërë, ku do rrinë makinat tona, po janë momentin e makinave tona të qarkullimit, sigurisht mund të disiplinohet, por problemi është se në momentin që duhet të funksionojë ajo që quhet Zdrale,
si një rrugë pedonale edhe tregtare, aty do të ecin njerëzit dhe makinat. Nuk kanë përparësi makinat. Kudo ka ndodhur kjo punë, do të kundërshtojnë, sepse sigurisht kundërshtojnë çdo gjë të mirë që është bërë. Çdo të mirë, në fakt kanë edhe një koncept politik që kundërshtojnë aty, sepse sigurisht gjitha ajo pjesë është votuese e bindur e Partisë Demokratike, e Voltanës, e Bardhit, këtyre që janë kështu e Sali Berishës, dhe po pavarësisht kësaj, domethënë qytetërimi do të hyjë edhe në zdrade, pavarësisht se këtij lloji qëndrimi. Problemi qëndron që a do të futen në qytetërim apo s'do futen në qytetërim. Dhe protesta edhe me arsyet që kenë, që mund të ketë disa arsye aty dhe mund të rregullohen, absolutisht ka konceptin për të refuzuar urbaniteti. Kërkohet rrumuja. Kërkohet që të bëhen lamsh, makina, njerëz, karroca, gra, fëmijë, atë rrumuj dun. Kjo rrumuj i përshtatet edhe emri zdrale. Praktikisht në atë formë që është ndërtuar zdrale, nuk quhet më zdrale, por quhet bilur. S'është më zdrale, ka humb konceptin e zdrales. Ka emrin e bilur, e pastër. Jo zdraluke, zdral. Mirë po, ata refuzojnë pikërisht kalimin e emrit nga zdrale në bilur, duan të rinë zdrale. Praktikisht, unë jam i bindur që shumë element të cilët kanë logjik duhen dëgjuar, por një diçka nuk duhet dëgjuar. Refuzimi i urbanitetit, refuzimi i pastërtisë, refuzimi i rregullit dhe i një farë mënyrë disiplinës në qarkullim. Edhe njëkohësisht urbaniteti që duhet të vinë edhe në zdrale, pastërtia që duhet të vinë edhe në zdrale. Janë 10 vjet, 15 vjet që mund të jenë kundra, po janë në 150.000 që janë pra. Edhe ata 10-15 vjet duhet të kuptojnë, 15 vjet që janë, duhet të kuptojnë që mund të veprohet edhe pro tyre në disa element që sigurisht janë të zgjidhshëm, po jo të kundërshtosh punën e mirë që ka bërë bashkia aty, investimin e mirë që ka bërë, sepse ti je një forcë tjetër politike. Kjo nuk lejohet. Sepse ti voton një forcë tjetër politike. Kjo nuk lejohet. Ti vazhdo prap voto atë forcë politike që ke votuar, por qytetërimin, urbanitetin, pastërtin, maj aty sepse të bën mirë edhe ty. Jo për hatat asaj force politike, do të pranosh rrumujen, pislekun, zdralën, dhe mos pranosh pastërtin, rregullin urban edhe qytetërimin. Dakord miqtë mi?